tjetër. Erdhëm tek pjesa jote e preferuar, thonjza, në fakt kjo është pjesa jote me të mërshme, në fakt se ti nuk i do fare. Po unë do të ftoj sot që të flasësh me një gjuhë tjetër, sepse ke kishe botuar një status ishe i të mërshme, ishe shumë i fortë në Facebook, e lexova. Ai Facebooku privat është ai që mërzitet nga statusi im, letike nga miqësia ime. Ka që ti je njëri publik, unë them, mund të jesh vërtet siç je reaktiv, po pa fyer kështu ad hominem. Unë besoj që më shumë shqiptar... Bjeri për ty, se janë dakord me ty. Jo, më shumë shqiptar duhet njehen fyer nga ligji që u miratu, nga ata që quhen profesorë qytetarëve, sa nga gjua ime ashpër kundër këtij ligji. Ti ke qenë deputet, vlla, mos dosha ka një polemik false? Se po më thuj që... Për burrë dhe për grua flite aty, për dy gjini? Jo. E pe mirë tjetë? E pe mirë? E pash mirë. E kam dhe e pe nenin? Prej 25 faqesh... Do ma thua që komisionin se mos dosha është e fryrë kjo histori? Pra jo, nuk është e fryrë. Po ku i peti gjinit e shumë fishta atje? Se përmenet fare gjinia burrë gru. Përmendet? Jo, më jo. Përmendet, mësim, tani ti jesh i bindur për të se unë si e fut kot. Do të flas, Arjan, pjesa që pranon për më shumë se sa 2 gjini, është në gjithë drejtën e tyre që ta shohin me pozitivitet këtë ligj. Por nuk kam se na e shesin net pjesës tjetër. Ja, shiveqi shtot ajo, shiveqi. Mund ta lexoshi? Po e lexoj. Lexoj, pak të lutem. Jo, sepse dëgjoj, duhet ta flasim mbi këtë. Që mos e zgjarohet ne më shumë se sa duhet. Jet një nen. Po ai neni pra. A më the që s'flitet për gjinin, ja lexoj, ja. Ja, çfarë thotë? Unë kam larg shumë dreqin. Barazi në këtë ligj termat e mposhëm kanë këto kuptime thotë. Atjeri te Murizi i Rilet, jo, unë po lexoj ndërkohë. Prit, barazi gjinore, drejta, përgjegjësi, mundësi, pjesëmarrje dhe përfaqësim barabartë të grave dhe burrave. Shikon, në të gjithë diversitetin e tyre. Tani mua kjo tani në gjithë diversitetin e tyre këtë se kuptoj. Diversiteti mund të ketë një gjini se këtu është loja. Diversiteti i tyre është ajo që rrëzoi Gjykata Supreme e Amerikës. Në Amerikë rrëzua po. Një ditë mas ju votun 8 orë mas. Pra ti thua Kleçka, Hilja këtu fshehet e kjo te kjo. Çfarë diversiteti? Për të gëzuar të? Në miliona vite ka kjo botë, gjinia mashkullore dhe femërore. Çfarë kush është? Po këta që lindin as femër as mashkull o ti Meris. Ka njerëz në Elbasan për shembull që lindin pa seks dhe nuk dihet çka janë femër apo mashkull. Këta për shembull kush merret? Kush do interesohet për këta? Ku i ke paqen? Nga metalurgjiku po, e di unë. Viçi me 2 koka kështu po. Jo, edhe njerëz kanë lidhur me shumë probleme. Dgjoj. Nuk po merrem me pjesë të deviacioneve gjenetike, por jo hormonale dhe gjinore. Deviacione gjenetike ka shumë njerëz që unë i respektoj ata dhe çka ka mundësi i përkrahej e ndihmoj. Ka shumë smundje që lindin. Po pra, të lindurat. Të lindur. Por ky diversiteti... Diversiteti, këtu, diversitetin e tyre, këtë se kuptoj unë. Diversitetin e tyre, qëfar diversitet? Dhe nuk ka sqaruar diversitet biologjik apo social. Nuk e thot të gjë. E ka lënë kështu. Shoqërit... Dhe thot do të gjitha fushat e jetës, si dhe mundësit barabarta për të gëzuar dhe për shëhin duke përfituar. Janë nga rritë shvitim, kjo pastaj janë të shërën, kjo pastaj është kotë këmë brava. As social... Nuk e thot për atë në të gjithë diversitetin e... Diversiteti është gjinor. Se për atë është ligji barazi gjinore. Kë nuk është ligj pensionesh, që ti thu diversitet social, që ato që kanë punu në minierë dhe të morin qikë më shumë se unë edhe te. Qarë. Kë është, sa ko që ligji thot barazi gjinore dhe pranon diversitet, në barazi gjinore, atë është ligji këture allasojve. Problemi është që këta kanë gjithë drejtë... Ligji allasojve. Po, pra po. Që t'jenë në atë aleancë, që e quajnë aleanca e LGBTQ-ve. Po mu, besoj dhe ty, kush ndalon që t'jem pjesë aleancës pro familjes? Reagimi im në rrjetet sociale ka qenë për këte. Dhe nuk mund na e shesin çfarë do lloj palaqoje që vjen me punë këtu dhe ikën mas 2-3 vjetësh, profesorisht, qoftë ky dhe ambasador, apo ambasadori e BE-s, si detyrim sa kohë që nga 28 vendet Bashkimit Evropian, 21 vendet nuk e kanë votuar këtë ligj, e kanë refuzuar. Edhe 11 orë mas nesh, Slovakia, që ka i kryeministër marksist-leninist, i sekretari parë i njës komuniste atje, e janë u knajnë pluma nga barku baruti zoti Fico, dhe rëzoj. Aja Slovakia atje. Dhe rëzoj Slovakia? Ishtë pjesë e Çekoslovakisë madhe. Që ata janë të majtë? Po ju të majtë ata, po ai marksist-leninist. Që shtë lojë majtë në Slovakia? E rëzuan parlamenti i Slovakisë. Janë të majtë?
Po ç'ne që rëzuan këtë ligjë, majtë zëvërish janë pro. Nështë nuk janë, mashtë janë guximtarë, se është trimëri e madhe kjo që bëni parlamenti janë. është frikacak më Fico. Sepse atje nuk ka gojima, thua, atje të ngrihen. Po, kjo më është edhe frikacak për të pranuar diversitetin, është kuraja madhe kjo më. Që ti jesh burrët pranosh që bashkëjetosh me burrë, shumë kuraja madhe. Se shikosh më thonë, më thonë, mund të jetë burrë dhe grua gay transgjinore të tjerë, thotë. Si? Prandaj mos dosha e kanë diversitetin e... Po, kjo që po themi ne. Se këto i thonë gay, transgjinor, që do të thotë? Gay dhe trans... Shumë, diversitet mund të lidhet me çdo gjë, me aparencën, me aftësitë ndryshe, është i përgjithshëm këtë. Ky është ligj për barazit gjinore. Dhe këtu ligjvënësi në diversitet ka parasysh diversitetin gjinor. Ka... Nuk thot për diversitetin vizual, se ne... Po përsa thot... 8 miliardë euro nuk gjajnë me një tjetëri. Dakor, po përsa thot burra dhe gra Po, dhe diversiteti tyre. është identifikuar gjinia, pra, seksi, statusi civil, pra normalisht i bie të mos ketë vend për debat. Po, jo, ti ke ligjëruar edhe diversitetin e tyre. Kush është diversiteti? I një burri dhe një gruaje. Kush janë? Jo, ma burë dhe gruaje ke si cuti, burë dhe gru. Po, pra. Dhe thumë po është duke përfshirë, ku i ke ato, se ma hoqe? Ku është e olet jo? Jo, më të rego mua kur thej kokët. Ate që kishe di... Rego Murizin, po. Ja, të ja. Barazi një, ja ku është. Pra, në të gjithë diversitetin e tyre. Të barabartë të grave dhe burrave, në të gjithë diversitetin e tyre. Atëherë, kush është diversiteti i grave dhe burrave? Se grave dhe burrat e ke përcaktu si gjini. Janë dy gjini. Po. Ta shik, gjinia, ose qfar përfshin diversiteti tyre? Po ku është hilja pra këtu atëre? Të pra. Jo, kanë fjanë në cili është qëllimi, pra. Apo mos është thjesht një këshu psajop që i quajnë amerikanët, një këshu operacion psikologjik. Ta e kanë ditur, 99%, vendimin e gjykatës supreme, pse nëzituan të bëjnë 8 orë para parlament. Që shkuj ligjë me drita nez, s'ke hapur, ti s'po bën ligjën e bujqisme, të ka vënë gjop 6 milion euro, hot i ka vjedh krifca e AGBRS, e Akademisë Dhenë dhe Dhive, na je borç hot beja, na i kthe mrap lekët e vjedhur, me që ti s'pa donon, dhe ti s'ke hap kapitullin më të rëndësishëm për sigurinë ushqimore, për bujqësinë e meral. Mos doshta për... Dhe vajtet direkt ke ky barazia gjinore. Po për Komisionin e Brukselit mos është më i rëndësishëm ky? Prandaj po të pyes. Por... Se kjo lloj... Për individ veçan, për ca burokrat, pianec aty, butak, që morin nga 30-40 euro, taksat e taksa paguzët Bashkimit Europian, edhe që vinë këtu si e Laj Qaku, i komunist tjetër si ky. Ajo, Taja Fajan, një debile funksionare politike, edhe që bëni namin për jastikun. Kjo Mogherini ka gjusë me shpis në burg për dërus trafikant të qashi kjo tjetër. Ka idiot sa dush kjo bot në 8 miliard euro, edhe pse punojnë që të shie provum ne kemi kishim garë të mrençme për kryetar komunë, ai që su bë kryetar komunë këtu që hynin në burg me pa drejt, po mbroj edhe unë pjesën e atij. Po aerodeputet. I jani. Për këtë thua? Po ky e i marrë si. Belerin? Po. Kryetari bashkisë thotë. Po, i bashkisë. Komunën se ti e quan komunë, po. Po komunë i quhet dhe Italia, ka sjell, ka zbulu botën, qytetrimin, hangmen, pimen, veshmen, shkenca ata. Komunë i quhet ata. Komunar amës. Qartë. Që ne kemi qef më për ta qytet. Pra, po unë s'po flisja për parlamentarët, vlla. Pse ishte një... Po flisja për europarlamentarët. Pse ishte... Po flas për komisionin unë. Po. Se këta janë të zgjedhur europarlamentarët, vlla, janë me vota. Europarlamentarët janë me vota për në çdo vend. Dhe komisionet zgjidhen nga këta. Ta komisionerët e vrohen sipas klaneve. Po pra. Vjen kjo halla. Dakor, pra, po. Është si hallë e frokut, kjo që quhet. Princesha van der Leyen e quajnë, po. Kjo hajdutja e vaksinave. Ursula. Po. Ursula, po. Është qenë fyt, edhe që po bën negociata me Melonin e Italisë. Qoj këte t'jap atë. Mos të shë kanë shumë të rëndësishëm këtë ligjë, më thim prandaj të pyeta. Po ta duhet kishin detyruar vendet antare. 21 vendet antare të BE-s nuk e kanë këtë ligjin. Po e di pse se kanë ata më. Pse? Se nuk kanë votat më burr. Shka që thjesht, sa ky ka votat më besim. Kushte kundërshtoj këtë më, po kjo është me një telefon, me një mesazh. Dakor, po. Se ti haron vetë këtë. Pra, si mund të thosh, bëj si të them unë, po mos bëj si që kam bën unë, sepse vendet e këtyre që këta, nga vinë këta... Po si kanë votat disa për vende, prandaj se kanë votuar dot. Po pse si detyrojnë më opozit? Si detyrojnë? Po me që janë... Po jo, opozita këtu nuk është se votoj pro këti ligj. Jo, jo, këtu ke ne. Se si detyrojnë këto vendet, që thot ai doli Këshilli i Evropës e tha, nuk është çështje gusto e personale, se s'man janë hiç më ke rri ky Gonzatës. Inshallah se ka vdekur raf me të pa, inshallah rritë me ver llapën. Por problemi është që thot është një nga
kërkesat që kërkon Bashkimi Evropian apo Këshilli i Evropës. Po pse çka ke bërë këtë kërkesë para se të vish tek ne që vjen era hale si shteti dhe që s'kemi ujë për t'u la, 2 orë vjen ujë. Dhe që prishen, i da e kërkon ne si gjatë park të edhe se s'ke kuraja ti imponohesh atyre vendet që kanë bërë këtë Bashkimin Evropian. 21 vende. Si imponohesh dot atyre? Se do të kenë votat parlament pra. Po si e ke filluar me majoranca e tyre nuk i kanë votat pra. Po atëherë pse gjen që thu ky është detyrim ose një nga ligjet që e ka si të nevojshme qenia në paradhomën e Bashkimit Evropian. Kur vetë Bashkimi Evropian nuk e ka. Nuk e ka, jo. Slovakia është antar i Bashkimit Evropian. Ashtu si që. Jo, qartë. Një ditë mas nesër votuan kundra. Hungaria s'vet. Çfarë do të nxjerr? Po jo çfarë Hungarie. Pra do nxjerr nga Bashkimi Evropian ta? Atëherë më fal, sipas teje, pyetja ime është. Ku gjen shesh, bëjmë pushe. Bravo. E para dhe. Mos kam bërë mysym se media po merren me këtë punë, edhe ne po merremi sot pak. Jo, më po merrem me këtë si temë. Pra, jo, pikërisht pra. Fllëqësira, Soros i ekstremit majt, atë që sa rriti komunizmin 40 vite për të krijuar njeriun e ri socialist, do të degenerojë shoqërinë duke prish familjen. Se kush është thelbi i shoqërisë që jetojmë sot në këtë kohë? 8 miliard njerëz, apo frymor, apo gjallësa, me koshiencë, që nuk janë me 4 kam, po janë me 2 kam, po prish thelbi, qeliza e trupit, po devijoj shkon në tumor. Një bërthame qelizës mos ndahet në mënyrë simetrike, Arjan, po diku më shumë e diku më pak, ai që ndahet më shumë, patjetër. Zhvillohet mas tumorale dhe i ke shkove në esfel. Pra, nëse qeliza, themeli që manë këtë shoqërinë kam, ashtu si që ka krijuesi, me Bibël e Kur'an, ti kërkon ta atë pjetër sosh ta bërë shumë me Allah sot. Në fakt e. Unë pash një emision dia për diversitet në tyre dallohet që ka një hile këtu. Po. Dilte një që thamë më kanë marrë me zori 14 vjeç, jam duket e pash në YouTube, ka qenë një emision tek Aulon Kalaja. Po. Dhe që ajo është vepër penale, sepse ka qenë minorene e para, sot ishte 19-20, edhe thamë gëjmë për shkollë, gëjmë për bursë, gëjmë për shtëpi, ndana si gjë, si unë tha pjesa tjetër mu e rrugën e prostitucionit, pra ishte i denoncim publik në studio. Në këti emrin e saj se su interesovë. Pra, çfarë fiton shoqëria nga kjo punë dhe pse duhet modeli jo biologjik, jo natyral, jo tradicional, të shitet si mall eksporti. Mi më mrejë Osman jenë mu se qëfar bëjë ata me vetën tyre. Por në moment që diktohesh që thot kjo është e mira... E sankcionon me ligj, thua ti. Jo, dhe thot kjo është e mira. Kush e thot kjo është e mira? Po bashkia t'jep të shtëpi, po t'i hallasoj. Po e qartë. Futesh në punë më përpara se një që ishte normal, po t'i hallasoj. Hallasoj, qatë tërme. Po t'ishe tek të fes. Përqen fjalla që përtor, po. Në Amerikë e të një. Pse duhet se ti përbën diskriminim ndaj pjesës tjetër që është normale? Unë nuk po të them që ti si e normal. Ti ke qefin ta, ti e më regullë është që që. Po pse duhet që unë nuk duhet të hymë punë nëse kemi tjetë mesatare, tjetë në CV, tjetë në eksperiencë, pse nuk kam qef që të martohem si që është martohu Konzat ose me i burë. Nuk kam qef gratë. Qartë. Edhe këtë duhet ngrejet, se po e kthej nga... Qartë. Me pak humor, po gratë duhet ngrejet më shumë se sa ne. Se? Po gratë duhet ngrejet më se... Kështë është... Po e prishëm balancët të Arjan. Po mos janë më shumë më mësime dhe nuk deklarojnë në borë, dhe ne mendojmë që janë minorancë, se e kam të debat. Vetëm i gjatë endisht, nuk e di sa beson Zotë. Unë? Po. Kam filluar të jafrojmë shumë kote fundit, ende se kam mbyllur si këshu. Pra të besimin Zotë, dhe të besosh këshu kolegjerë me hyrqe, me qyrqe, që janë kokra mashtrusis, edhe e ke hoqë, edhe e ke kryetar Partisë Socialiste, apo edhe prif dhe kryetar Partisë Socialiste, s'man janë unë me ta fshio pingat. Por në Zotë, ditën që kalon, një më shumë nga e keqja, kjo dynja ka vojt, pra nuk janë shumicë. Nuk janë shumicë. Nuk janë, thoti. Nuk janë shumicë. Letë letë kujtëm të gjithë ata që kanë makina dhe që i duan makinat e tyre se je parë jo duhen për punë njerëz se do lëviz.